Ata kanë qenë njohur, Allah na ruaj domthonë me marrëdhënie të një gjinie, mashkull me mashkull. Don që ka qenë Allah alem, por shumë nga dietarët e kanë përmend se nuk ka qenë e njohur para tyre. Të parët që kanë bën historik njerëzimit kanë qenë këta, apo. Madje edhe deri vonë s'ka qenë e njohur, saqë disa nga sahabët kur e kanë lexuar çfarë ka bë populli lutet, kanë thënë sikur mos të ishte rrëfimi kuranor, s'ka shumë me besu kur që burri bën punë tilla me burrin. S'kan besu njerëz që ke bëj kështu atë. Nëse njerëzit kanë pas shturje morale, po në raport me femrën, do në raport me po mënoj punë të ndyta kështu me radhë të amoralitetit. Po të njëjtë zgjini në historinë e njerëzimit nuk ka qenë një orë apo. Edhe për një kohë gjatë ka qenë shëmtuar sikur që e dini. Deri para pak viteve kur filloi me urin gjallë në agenda të caktuara që realisht filloi që të normalizohet tek njerëzit si diçka që është e drejtë e dikujt apo. Mirë, po historia e njerëzimit nuk nje veprime të tilla. Kur nuk nje historia e njerëzimit pranim të natyrshëm apo normal të veprimeve të tilla. Pra, sa është e gjatë historia e njerëzimit, njerëzimi një lloj, domthonë veprimi, çrregullimi, deformimi, po këtë nuk e nje. Përveç nga populli i lutit dhe pastaj në mënyrë individuale të shpërndarë mes popujve, po jo si popull organizuar. Pastaj ka ardhur domthonë deri në fund, nga se dini që edhe në shumë vende të perëndimit deri vonë ka qenë kjo çështje e shëmtuar, e denuar me burg, tani ka pak është derisa ka ardhur në formën e një normalizimi, madje imponimi se kush nuk beson në këtë apo nuk e pranon, realisht lufton të drejtat e ku e diun çfarë thuhet. Prandaj të ndodhë shikoni Kurani si e përmend këtë deformim që ka sill pastaj edhe tjera deformime. Andaj Allahu tha: "Wa laqad rawaduhu an dhayfi." Rawaduhu të ndodhë është domthonë një kërkesë me insistim. Sikur se Allahu ka përgjigjuar në Islam: "Wa laqad rawadathu allati huwa fi baytiha." Don gruaja e atij përgjegjësi zyrtar në shtet, kryeminist apo çka ka qenë, apo ka bërë kërkesa të vazhdueshme. S'ka qenë veç hera apo kur ka mbështetjen. O në katëra u vetu. Non stop e ka provokuar. Yusuf vetëm ka ik, personaliteti ka pa që ky njerëz nuk zaptohet pas me mbështetjen apo. Ai punë të këqija të nuk vin spontan, me një herë. Atë mund ndodhin. Mirë, po gjithmonë paraprihen me një shikim, një fjalë, një provokim e pastaj vjen tek edhe aksioni. Pastaj vjen tek aksioni. S'ka mundësi në shikim të parë, në korridor edhe më ndodh puna e madhe. Ndodh kjo punë kështu të rrozë. Në thana të zakonshme. Andaj ka shikim, ka mendim, ka paramendim, ka planifikim, ka kështu, pastaj ndodh punë.